Festa e fundvitit në shkollat shqipe Alba Live, gjuha shqipe jeton në diasporë. Nxënësit e shkollave shqipe Alba Live të lindur të rritur në mërgim nga prindër shqiptar-amerikan, festuan me emocion dhe krenari mbylljen me sukses ose meset parë të vitit shkollor. Dhjetori i festave solli një atmosferë të veçantë ku nga New Yorku deri në Albani u dëgjuan zëra shqip, poezi, këngë tradicionale dhe himni kombëtar duke krijuar një ndjesi të fortë bashkimi dhe identiteti. Nxënës nga shkollat në State Island, Brooklyn, Bronx, Queens, Albany dhe programi online interpretuan poezi dhe autor shqiptar, kënduan dhe vllazuan shqip duke dëshmuar nivelin e lartë pedagogik dhe përkushtimin e mësuesve, citohet Keze Zylo. Metodologjia bashkëkohore e mësimdhënies ka ndihmuar në zhvillimin e aftësive gjuhësore, kreative dhe bashkëpunuese të nxënësve, të cilët konsiderohen rojtarë të gjuhës shqipe në diasporë. Viti akademik 25-26 nisi me një moment veçantë, vizitën e presidentit Bajram Begaj dhe një vlerësim për kontributin 19 vjeçar të Alba Live në ruajtjen e gjuhës dhe kulturës shqiptare.